E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lëvizjet më të fundit të çiftit më të dashur të medias ros, Luiz Eili dhe Kiara Tito. Luizi dhe Kiara po punojnë intenzivisht, do të thënë po bëhen akoma xhirimet e filmit i cili pritet që të vijë së shpejti, edhe pse është premtuar nga Luizi se do të jetë në muajin shkurt, por nuk është saktuar se cila është data ku premiera do t'jepet. Të gjithë presim që të jetë data 14 shkurt, dita e dashurisë, ku Luizi dhe Kiara do t'japin premierën e parë të filmit të tyre, një film që në fakt ka rrugtimin e tyre të dashurisë, nga njohja tek martesa mes shakas, grindjeve, lotëve, por e tëra kjo është e improvizuar apo e sjellur pranë jush në formë komediane. Do të presim në fakt me shumë dashuri që ta shohim këtë film. Por ky film, këto xhirime nuk do thotë që e ndalojnë Kiarën së punuari intenzivisht edhe në Portokalli, Kiara është duke xhiruar pafund në Portokalli, po vjen shumë e bukur, po vjen shumë elegante, po vjen në format e saj më të mira, por nuk ndalojnë asnjëherë së qenurit edhe Luizi, një baba i suksesshëm, për shembull duke nxjerr Luna Marin nëpër qytet, duke u argëtuar dhe duke shëtitur, duke i parë dekoret e bukura tashmë të festave të fund të vitit. Por Luiz Eili në shenjë respekti të festës 28 nëntorit solli një këngë, një kolazh i cili në fakt është publikuar në një kanal të ri në YouTube. Kanali ka 9000 subscriber dhe që nuk kupton ndjekës, dhe kënga ka shkuar 182.000 shikime, siç nuk kuptohet, do të thonë fansat e duan dhe vazhdojnë të jenë akoma besnik ndaj Luizit edhe Kiarës. Edhe pse po përflitet që Luizi dhe Kiara do të thonë kanë ato krisje të lartë dhe poshtë, por puna e tyre, afrimiteti i tyre, dashuria e tyre po vërteton të kundërtën, që ato janë më të afërt se kur, ato dashurojnë më së shumti njëri tjetrin dhe ato njëri tjetrit japin më së shumti energji të mirë dhe pozitivitet. Luizi dhe Kiara së shpejti do të vinë me projekte shumë të reja, edhe pse Luizi nuk është se ndalon projektet e tjera muzikën. Tani kanali YouTube-it i hapur në kupton që filmi i cili do të vijë së shpejti, një film që është me regji nga Luiz Eili dhe aktorët protagonistë të filmit janë Luizi dhe Kiara, do të postohet siç duket në kanalin zyrtar në YouTube të Luiz Eilit. Andaj bëni të gjithë subscribe për të parë filmin më të bukur që do të na vijë së shpejti në tregun muzikor, tregun mediatik, tregun artistik.